Ditën e djeshme, më 2 mars, Marsi hyri tek shenja e peshqve dhe Marsit e peshqit është një pozicion i shkëlqyer për të bërë përpjekje për të zbukuruar veten. Aktivitetet fizike dhe planet e fokusuara të fitnessit do të kenë shumë sukses gjatë kësaj kohe. Është një kohë e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin tuaj, për të populluar palestrat dhe çdo ambient tjetër që lidhet me kujdesin e trupit. Është një kohë perfekte pra për të investuar në ndërtimin e vetes fizikisht, por edhe estetikisht. Marsit e peshqit gjithashtu do të sigurojë nga ana tjetër që të ketë shumë përparime në jetën e grave. Lëvizja feministe dhe kërkesa për drejtësi për të drejtat e grave do të kenë përparim të madh gjatë kësaj kohe. Kemi dhe ditën ndërkombëtare të gruas data 8 mars, më kot, shikoj që don. Do të ketë shumë agresion në emër të romancës, gratë do të kenë sukses në sferat artistike dhe njohjet do të vinë lehtësisht gjatë kësaj kohe për to. Do i shohim dhe në media lajme për gratë që kanë arritur të fitojnë drejtësi dhe parazi dhe shumë gratë të suksesshme do të lavdërohen edhe do të dalin në media gjatë kësaj kohe.